Çfarë lutje duhet me bo gruaja që burri me fillu mu fal? E vallahi me lut Zotin shumë. Me lut Allahun Azza wa Jall natën, me lut këtë syfyrit. Edhe me lut dua, po edhe me lut burrin me fjalë. Me thonë çu të njeri për insan të Zotit. Çu. Gruaja kur teke ty me çu të vllaznia me bleni festen me çu ndashëm, çu thot, çu çam turnon apo vjen ka dale për rkolla një herë bëm me ka dale. Ti veç për që diçka do më thonë apo përgatitet një herë. Po dhe natyra e saj është. Pse se përdora e çat natyrë me të shti ty më fal? Pse se përdora? A pjadëm burrit miren, a pjadëm burrit gjenetin po, atër lutë të për izad, Zotit e, anë quesh për mu falet, që në vita për abdese, bëmë e shfarëzit falet, quë një herë, quë, që të më tek. Mitë në gjatë më tek edhe burri, djallin, nanës e babës e, qika nanës e babës e prindit e, vllaut e motrës e. Po, në shumë më rëthemi, babëm ndalalet o, pse? S'falet, po më zgjykat që ndalalet. Ta mëra ke bo me qitë babën të ndalalet me hume që në gjehnem, tu ka mërzit baba? Je pas pa falë, sa është fillëzum. Sa ke pënu ti me babën? Sa ke pënu? Jo, si alen? Se si alen. La ilaha illallah. Për të mendohë me të pare me të marrë ty? A i ka 30 vjetë, 50 vjetë, një bindje tjetër. Ti për një orë, për një minut, për një mezhlis, për një nej, për të më janë rrë babës bindje në krejta, nuk bate e pun kalaj. Lutë të babën, lutë të nanën, thi për izet, Zotit ka për thënë balën, ka për qafe, thi ka për thjetë dorën, falë namaz për mu. Po pra, hajtë dhe siri shkëra në gjami bashke, me rababë siri në gjamije, shkojmë me nanën bashke, me babër, më me lutë. Të vërmene se nuk bënë për hatër të vlatit nanën namaz me falë, të thu përse ka për mu se pranë Allahu. Po të kresori e shtine me ranë sejtë dhe njëherë, e prune në gjami, edhe paj se kë normal ku ka marë në gjami, bëha ki bjene edhe herë në dytë, e që në gjimatje nga hoxën, njëftot me në i shakatje, gradualisht ja hjeshan dhe bëhe shkaktar me shtin gjami, la ilaha illallah. Edhe me bëhe doa shumë o zëtë, drejto babën e nanën e burën e grunë e Rabbi.